deputati Gjerua, militaristë në një presje, dhe në punës islamistë të pasë të ishtë në vetëme në të të kulturalisë dhe të një të bëra. Equilibra në tre gusht, e që dhe dhe në fasët, në 10 dhe 40 gusht, për nga dhe në punën të fasë. Gjithë të equilibra. Dhe e ditët që në fasë, a të equilibra fasën të ishtë të nga dhe ditët, të fasë që në gjithë të në të në equitit, të gjërë, bëtimi të këtave, të bëndë bëtimin, dhe të gjithë këtave të valit dhe pasë, dhe pasë këtave aty jatën, dhe pas e kemi vetëm këtë pikë në dite, e gjitha të pas të vajtë të tërët, dhe pas të vërën të tërët. Këtoj të falsusin e koalicionit tanë, që të rroj në përtërë dhe tratat anime kandidatit. Në shkall janë 27 deputat, për në jemi edhe më të përmërme. Edhe dhe të faktë. Ndërët shumë zëtë Kresës, ndërët zëtë Kresës të kësaj seanse, të ndërëjar deputet të kuvendit të Kosovës, të ndërëjar zënë dhe zëtëri, kryetarë, që jemi pajtuar në takimin e fundit konsultueshme mes partive politike, që kemi në seansë, në shtad jemi në këtë seansë, duha të falenderoj të gjitha subjekte politike që duhet një kulturë konsenzusit, një kulturë koordinimit dhe një kulturë bashkëpunimit. Politika nuk mund të funksionon pa një bashkëpunim të mërshëllshëm mes të subjekte politike, dhe duha të përgjoj zotin Nikolovski, e cili rolin e ti, funksionin e ti, e ka shëndruar në një platformë të mirë që ne që adresojmë kështimit që këmë pasë koalicion që përbën nga Partia Demokratike të Kosovës, nga Aleanca Parandejnë të Kosovës, nga Misma dhe nga subjekte tjera politike. Natërisht, bëjmë të interesuar që ta zbatoj me çdo kusht, ta implementoj me çdo kusht, ta jetoj me çdo kusht rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve të numrit të qeverisë. Në asnjë formë nuk jemi për humbje kohe dhe për zvarritje. Me këtë vend e presin vendimet e mëdha, disa për vendimet të cilat nuk kanë marrë në mandatin e kaluar, të cilat kanë bënë direkt me jetën e qytetarëve, dhe në zhvillimin ekonomik, dhe në progresin e vend, dhe në presin që ky mandat i të vendit të Kosovës do të adreson me shpejtësinë e duhur të gjitha ato tema për të cilat qytetarët kanë prit në këtë javë të fundit. Si koalicion i cili e ka të drejtën për të përgëzuar kryetarin e të vendit, për të konstituar kryesin e të vendit si hap i parë dhe mandej edhe kandidatët për nënkretar, natërisht të kërkuar kohën e të javë të fundit, por në në fundit gjithë jemi në politikë, dhe në politikë gjëra të funksionojnë mes asaj që ka është drejt, dhe drejta është në anën tonë që ka propozojmë kandidatën për kryetar të të vendit, dhe mes asaj që ka është mundshëm, ka është mundur, dhe ajo që para se mundur është ne në të javë të fundit, për respekt, nuk e këmë pas të lishëm
mbi 60.000 deputet ose 60.000 deputet që ta propozojnë kandidatën për kryetarët e vendit. Ne kandidatën e kemë, por nuk e kemë shumicën. Prandaj, por të flasë të qasë e drejtë të qasë e mundshme po ashtu në qasë në anën askush. Ne jetim pasën e shansën e fundit, prania e koalicionit tonë është konfirmuar me 60 deputet, e kemë 60 deputet, e shanë 60.000, ashtu tjetër nuk i ka shumicën tjetër. Se që për atë ne mendojmë se nga duhet e ma shumë kohë, se që mundshmen të ofrojnë drejt të asaj se qasë drejt. Në këtë drejtim, dua të jemi sinqert me kryetarët e Kosovës, po në ju, se neve na vijnë kohë, na vijnë edhe matritje e koordinim, por jemi shumë të vendosur se kuvendit të konstituohet. Për në shumë konstruimi të vendit nga një demokraci parlamentare nuk është vetëm përgjithësi e një shumicës, është përgjithësi e 20 deputetëve. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe zgjedhja dhe konstruimi i kuvendit në asnjë stet mërtël nuk shndrohet në një debat politik, që është më shumë një çështje procedurale. Në këtë drejtim, se unë vetë është përgjithësi e zgjedhjeve. Në të vetëm në koalicionet tanë, është përgjithësi e çdo subjekti politik. Për në shumë, bëjmë të ndërtuar që pasi të konsiderohet të vendi, ta formojnë